miratohet. Banka Europiane e Investimeve do të ketë një zyrë fizike në Shqipëri. Komisioni i Ekonomisë miratoi projekt ligjin i cili synon që zyra e kësaj banke në vendin tonë të menaxhojë paketat financiare të BE-s në rrugën drejt integrimit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Indrit Yzeiraj tha se ky institucion financiar i rëndësishëm i BE-s po mbështet ekonominë shqiptare në njësër sektorësh. Aktualisht Banka Evropiane e Investimeve po financon në projekte infrastrukturore siç është rehabilitimi i linjës hekurudore Borhani i Hotit, duke dhënë një kredi për 100 milion eurosh. BEI është një nga institucionet e rëndësishme nëpërmjet cilit do kalojnë një pjesë e paketave financiare për të cilat Shqipëria mund të përfitojë nga ky proces dhe nga ky projekt i ri i BE-s për Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, BEI ka gjykuar që është e rëndësishme që të kenë edhe një prezencë fizike në Shqipëri, duke hapur dhe një zyrë të tyre përfaqësuese fizike në Tiranë. Pjesëtarët e zyrës, pra stafi i zyrës, do të gëzojë të njëjtin imunitet ose të njëjtin status diplomat, siç gëzojnë sot edhe pjesëtarët e zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian. Deri më tani Banka Europiane e Investimeve ka dhënë hua në vlerën e 458 milion eurove, ndërsa pritet të nxjisë më tej thithjen e investitorëve të huaj. Së kësaj marrëveshje, BEI ka investuar në Shqipëri deri më sot gati 458 milion euro. Është një sasi e konsiderueshme fondesh, e investuar kryesisht në projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën ujore, energjinë, investime tjera në sektorin arsimor dhe së fundmi BEI është edhe një nga kreditorët e rëndësishëm për sa i përket projekteve që kanë të bëjnë me rivitalizimin e hekurudës në Shqipëri. Banka Evropiane e Investimeve po ofron mbështetje teknike për qeverinë edhe në përgatitjen e projektit hekurudor të korridorit të 8 për linjat hekurudore Durrës-Rrogozhin dhe Rrogozhin-Pogradec.